Përshëndetje, unë jam Santiana Maloku, jam nga Gjakova, jam 27 vjeçare dhe kam përfunduar Fakultetin e Filologjisë dhe Gjuhë dhe Letërsi Angleze në Universitetin e Prishtinës. Hobi e kam modelizmin dhe vallëzimin. Në Miss Universe marr pjesë sepse dua të tregoj që një femër e bukur është edhe një femër e fortë. Arbesa Ramoni, vi prej qytetit të Rizojit, Kosovë. Puna që unë bëj rreth fotografisë dhe rreth të bukurës ka pothuaj se 3 vite. Unë desha të bëjmë pjesë e Miss Universe Albania në Kosovo për të sfiduar veten dhe të bukurën. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Vesila Lila dhe jam 20 vjeç. Jetoj në Tiranë, por vi nga qyteti i vogël i Gramshit. Në fakt kam 15 vite që jetoj këtu në Tiranë, kam studiuar në gjimnazin me drejtim gjuhësor Asim Vokshi, por këtë vit i kam lënë studimet për të punuar në një kompani veshjesh. Në fakt janë disa arsye pse unë kam ardhur në Miss Universe. Arsye më e parë dhe më e rëndësishme mendoj që është të tregoj desit vogël që dëshirat që gjithmonë ka ndërruar po plotësohen avash dhe mendoj që të dyja po ndihemi shumë krenare për veten tonë. Për të treguar të familjes time që unë ditë ja arri dhe nuk jam ajo goca tek anjoze dhe që nuk arrit dot asgjë. Dhe pse jo për të treguar njerëzve që desi, ecën dhe ka përtesur gjithmonë. Përshëndetje, quhem Ediola Zeqiri, jam 20 vjeç dhe vi nga qyteti i Fierit. Studimet e larta aktualisht i zhvilloj për infermieri të përgjithshme pranë Universitetit të Mjekësisë. Kjo zgjedhje për shkak se unë jam një person mjaft human dhe më pëlqen që të ndihmoj të tjerët në ndihmën time mjekësore. Arsye pse unë jam sot në Miss Universe është jo vetëm që të bëj ëndrrën time realitet që më kanë ndjek qysh e vogël, por edhe të vërtetoj gjitha vajzave që bukuria e jashtme nuk është ajo që na personalizon më së tepërmi, por pasqyrimi i shpirtit nga brenda. Përshëndetje, unë quhem Anisa Dushi, jam 19 vjeç dhe vi nga qyteti i vogël i Rrëshenjit. Aktualisht jetoj në Tiranë dhe studioj për financë. Gjithmonë kam gjetur guximin dhe kam qenë e gatshme për të sfiduar veten, ndaj të zgjodha të konkurroj në Miss Universe. Përshëndetje, jam Marnela Jaku, jam 21 vjeç, me origjinë nga Mirdita, por kam lindur në Greqi, ku kam kaluar dhe pjesën më të madhe të familjes time. Aktualisht jam në vitin e 3 të studimeve në Fakultetin e Drejtësisë. Në Miss Universe Albania kam ardhur sepse dua të sfidoj veten një botë krejtësisht të re për mua dhe të shikoj në cilën pikë mund të arrijë. Përshëndetje, unë jam Michelle Tapa, jam 19 vjeçe dhe vi nga Firenze. Unë marr pjesë në Miss Universe sepse mendoj që bukuria shqiptare është unike. Edhe të kem një eksperiencë që të rritem dhe për të praktikuar më mirë gjuhën shqipe.
Përshëndetje, jam Tonja Delishi, jam 18 vjeç, aktualisht jam në gjimnaz. Kam lindur në Greqi, jam origjinë nga Dibra, por jetoj në Durrës. Gjithmonë kam qenë e pasionuar pas së bukurës dhe elegancës. Në Miss Universe, si fillim kam ardhur për të fituar një eksperiencë të bukur dhe të re, por pse jo dhe kurorët.